Kush ishte Andis Harasani, ish drejtori i Fatos Nanos që u zgjodh 2 herë deputet? Ish deputeti i PS-s Andis Harasani u nda nga jeta në moshën 54 vjeçare. Ish deputeti i vuante nga kanceri, betejë të cilën nuk e mundi dot. Kush ishte Andis Harasani? Andis Harasani u zgjodh 2 herë deputet në zgjedhjet e vitit 2005 dhe ato të 2009-s. Nga shtatori 2002 deri në korrik 2005, ai mbajti postin e drejtorit të korporatës elektroenergjitike shqiptare. Ai arriti që të mposhte kandidatin demokrat Shaban Memia në njësi numër 4 dhe ishte nga të paktët socialist që fitoi në kryeqytet, ku mori edhe mandatin e parë të deputetit. Pas ndryshimit të lidershipit socialist, pas humbjes së zgjedhjeve, ai ishte sërish një nga kandidatët e Edi Ramës në Tiranë. Në vitin 2009, Harasani fitoi mandatin e dytë parlamentar, por që nuk do ta përfundonte atë. Në vitin 2012, vetëm një vit para zgjedhjeve të përgjithshme që do të shënonin edhe rikthimin e socialistëve në pushtet, ai vendosi ta lërë mandatin duke theksuar arsyet personale. Pas largimit nga jeta politike, ai u zhvendos me familjen në SBA. Megjithse larg jetës publike, ai ishte prezent në rrjetet sociale si një kritik i ashpër i PS-s.